Në bodrumin e një ndërtese të shkatërruar në Khan Yunis të Gazës, dhjetra palestinezë vazhdojnë të stërviten mes rrënojave dhe frikës së vazhdueshme nga lufta. Palestra, e hapur në vitin 2020, mbeti e vetmja pjesë e paprekur pasi 3 katet mbi të u shkatërruan gjatë bombardimeve. Menaxheri i Palestrës Mohamed Albes tha se vendi nuk është më i sigurt për punë apo jetesë, por njerëzit nuk kanë alternativë tjetër. Tavani mund të bjerë mbi ne në çdo moment, por ne vazhdojmë sepse nuk kemi vend tjetër, tha ai. Mes tyre, që stërviten është edhe bodybuilderi Ahmed Farwana, i zhvendosur nga Rafah, i cili tha se gjatë luftës humbi mbi 10 kg dhe u detyrua të krijonte pesha përmjetive për betoni për të vazhduar stërvitjen. Gjatë periudhës së urisë humba trupin, sportin dhe moralin tim, tregoi ai. Të rinjt që vazhdojnë të ushtrohen thonë se palestra është i vetmi vend ku mund të largojnë energji negative dhe të përballojnë presionin psikologjik të luftës. Ahmed Al-Majajda, një tjetër palestinez që stërvitet aty, e përshkroi Palestrën si një mikrokozëm të Gazës. Po stërvitemi në rrënoja. Sot po ndërtojmë trupat tanë në ngërmadha, në një ditë do të rindërtojmë edhe Gazën, tha ai. Pavarësisht rrezikut nga bombardimet dhe kushteve të vështira, të rinjt palestinezë vazhdojnë të mbajnë gjallë sportin dhe shpresën për një të ardhme më të mirë.